ky është një, e kam parë edhe në disa shkolla tona këtu, është një gjë mjaft pozitive. Kjo është elementi që shoqata ka ngulitur, por duhet të vazhdoj, kjo tregon që kjo është punë brezash. Edhe e rëndësishja kush është? Vazhdimësia, ekzistenca e shoqatës, ekzistenca e shkollës, vazhdimësia e misionit. Po si vazhdojt? Duke lënë te brezat e arshëm. Po e përmend këtë për rëndësinë e shoqatës të shkollës, të dy fëmijët e mi kanë lidhur në Amerikë dhe kanë qenë nxënës të shkollës shqipe. Si fëmijët e mi shumë të tjerë. Por tani, jo që nuk e kam përgje, po vinë aty me krenari. Kemi qenë shqiptarë të lindur në Amerikë, vinë ndihmojnë, vinë bëjnë punë vullnetare, kur kemi aktivitetet të ndryshme, kur kemi nevojë. Këta fëmijë që deri dje ishin nxënës. Këta fëmijë. Unë do të vlerësoja nga se di ju jeni drejtuesit e ri të shoqatës, por dhe dy aktivistë të vjetër që e shoh mjaft në media, janë të pranishëm që paraqesin raportimet të zhvillimeve të më të fundit shoqatës si Vlash Filin dhe Lazar Veron, të cilët vazhdojnë të shkruajnë për çdo aktivitet që zhvillon shoqata, megjithëse janë në moshë dhe nuk janë më në kryesinë e shoqatës, ka lënë në duar të sigurta. Lazarin e kemi, e shantari kështë drejtës. A mund shtoj diçka në këtë kontekst? Po, Vlashi Fili dhe Lazar Vero të dy janë ndër krijuesit e shoqatës. Edhe disa tjerë, si Petrit Zanaj, apo Gjergj Ziu. Gjergj Ziu ishte kryetari pari shoqatës Bite Shqipes me origjinë nga Berati, por doktor, psikolog me origjinë nga Berati. Petrit Zanaj nga Vlora ka qenë kryetar. Sadik Elshani nga Dardania, nga Kosova, ka qenë kryetar. Tajer Domi me origjinë nga Dibra ka qenë kryetar. Bujar Gjoka nga Durrësi ka qenë kryetar. Të gjithë kam lerë. Kam lerat veçanta, sepse, siç thash, një grup i vogël u bashkuan e vendosën dhe e krijuan. Këshilla drejtues pas here, vinë njerëz të tjerë, vinë njerëz të rinj, vinë frymë re. Por ata dhe pse janë ish drejtues kam lerat e tyre, të gjithë. Por dhe antarët e shoqatës. Edhe ata ishin antarë të këshillit drejtues për atë punë që kanë bërë. Kjo është kryesorja që çdo njeri që bën për atë shoqatë. Pra të shoqat që i ka dyert të hapura për të gjithë, ka vlerat e veta, se nuk ka kuptim ndryshe. Edhe prandaj themi që jo vetëm në kuptimin figurativ dyert e shoqatës janë të hapura, por shoqata është e hapur për të gjithë. Dhe me mundësitë që kemi, do bëjmë aktivitete sa më shumë, e jo vetëm për autorët që janë, po marrë për promovim librash, jo vetëm për autorët që janë aty në komunitetin Philadelphia apo New York. Kanë ardhur dhe nga shtetet të tjera. Mund të vinë edhe nga diaspora në Evropës, mund të vinë edhe nga Shqipëria. Me thënë, çdo gjë si mas mundësive, po ne jemi të hapur të bashkëpunojmë. Edhe do theksoj në rastin që kjo, faktën për mua, se mi diçka qenë, për mua e për artin, është herë e parë që ne vim, edhe ndihemi të privilegjuar që bëjmë pjesë e kësaj feste të madhe 25 vjetorit, por ne jemi të hapur për bashkëpunim. Sepse në fund të ditës, çdo gjë që bëjmë aty edhe flasim shqipërisht. Edhe bëjmë për kauzën tonë të përbashkët, për kauzën e shqiptarisë. Ju faleminderit për këtë punë që bëni, po unë do shtoja një aktivitet mjaft të bukur të zhvilluar kohët e fundit që na kujton ato gatimet e gjysheve, sjelljen e traditës kulinare të vlerave më të mira, të aromës së shtëpisë sonë në vendlindje, të krajinave të ndryshme në Philadelphia, që pati një ndjekje, aktivitet, një ndjekje më Po, ishte gjë shumë e bukur, domethënë, ne kemi pas në plan që do ta bëjmë, po se edhe si shoqat nuk është e vjetër nga koha, nga mosha, por prapë domethënë duke hasur ndërtimin e shtëpisë të re që ishte vërtet një sfidë e madhe, edhe kaluam domethënë nga shtëpia vjetër tek shtëpia e re dhe ishin ato procese dhe ishte një, mund të themi, një perfect timing, një kohë e mirë që provuam këtë dhe vërtet ishim shumë të kënaqur, shumë u surprizuam domethënë që doli shumë gjë e bukur. Një gjë tjetër desha të shtoja, domethënë shoqata vërtet është shkruar në 2002-shin,
po mos harrojmë domethënë themeluesit kryesor, që ka qenë, besoj ka qenë Ben Risilia me origjinë nga Vlora, apo jo, që ka qenë i pari që ka bler godinën e shtëpinë e parë, që e ka falur shqiptarëve. Donatorët e mëdhenj të parë. Që është kryesorja, domethënë jemi këtu sepse në sajt atyre, po. Pas një bazë. Po edhe domethënë gjërat e tjera që erdhën më vonë pastaj këto dhe jemi akoma duke mësuar, duke rregulluar gjërat, duke bërë më të bukura, më të mira. Po unë kam kuriozitet për këtë festë të kuzhinës shqiptare, të traditave tona. Kjo si ide ka qenë, ashtu se thamë parë, ka qenë dhe më para. Por duke ditur që dhe vendi ku ishte më para ishte i limituar dhe zgjatë në disa vite duke renovuar në test në re e cila na jep këtë mundësi tani për të bërë më shumë aktivitete social-kulturore apo dhe lojra për fëmijët. Atëherë u mblodh këshilli së Xhoxha në këshill nga drejtues dhe u bën planet. Kur u bën planet ishte thjesht dëshira për të bërë një ekspozitë të ushqimeve tona tradicionale tek jo vetëm tek shqiptarët, por edhe tek të huajt, sepse aty do vini dhe të huajt ashtu siç erdhën dhe ka qenë një punë e madhe për të gjithë, derisa kjo ndërtesë u mbyll dhe filluan aktivitete tjera, siç ishte Albanian Food Festival që u bë dhe kishte një tërheqje të jashtëzakonshme nga publiku, erdhën diku te 5.000 veta, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj që për të provuar ushqimet tradicionale, diçka që neve duhet jemi krenar për kuzhinën tonë dhe për të tjerë për ta njohur se çfarë ushqimi kemi neve. Po nuk më vjen mirë në fakt, në mjaft shqiptarët edhe këtu në Michigan, po dhe në shtetet tjera, kanë hyrë ke një restorant italian edhe mbajnë emrin italian, kur kuzhina jonë është kaq e mirë sa që thoni ju kur të req, sepse gërthen vlerat mesdhetare, kuzhinën greke, kuzhinën turke, kuzhinën italiane në një edhe kuzhinën speciale shqiptare. Po, në mënyrë që ta kuptojmë dhe pse ka ndodhur kjo, është duhet të shikojmë të historinë e Shqipërisë. Një vend kaq i izoluar për rreth 50 vjet, ka patur ndikime të mëdha në njohjen e kuzhinës tonë tradicionale jashtë. Patjetër që tash po bëhen dhe njerëzit më të njohur me kuzhinën tonë, sepse shqiptarët kanë hapur lokale atyre kudo në diasporë, në Amerikë, në Itali, apo kudo, kështu që izolimi për 50 vjet i Shqipërisë ka bërë punën e vet që ka qenë një punë fatkeqe për gjithë neve dhe asnjëri nuk e njihte kuzhinën shqiptare. Kjo bën edhe atë që një gjë kaq e thjeshtë që është kosi, të quhet këtu çobani, nga kos grek. Kos grek. A më shtërën diçka në lidhje për të... Se jam unë me emrin kuptoj edhe në anglisht, se duhet 300 dhe amerikanët, se aty është të gjithë e dim. Amerikanët kanë natyrën e tyre që kërkojnë, që janë të interesuar, duhet provojnë diçka të re, duhet të shijojnë diçka, një ushqim nga një shtet tjetër. Edhe është gjë e mirë, bën shumë kurioz. Edhe e vuma Albanian Food Festival, se panajri ushqime tradicionale në Shqip. Po përdor këtë shprehjen për kuptimin e mirë të fjalës was a hell of the weekend, dhe ishim shumë busy atë fundjavë. Si që thash pak më parë, ishte një eksperiencë e re, po të gjithë të pranishmit morëm fjalët në të mira. Duhet ta vazhdojmë, sigurisht duhet ta vazhdojmë. Çdo gjë ka erën e parë, si çdo gjë tjetër. Po këshilli drejtues u mobilizua, edhe punuan fort. Edhe doli një aktivitet. Nuk ishte më mirë që shqiptarët po kur vinë amerikanë, vinin provonin petullat, vinin provonin byrekun, shikonin çfarë janë këto, se anvisat shqiptarë që në sjell shisnin trana, shisnin petka aty. Pra gjërat veçanta tiramisue të tjera dhe jo, kishte baklava, kishte revani. Doni ta dini gjën më të bukur, çdo gjë ushit atë ditë. Nuk e dinim thanë, sepse se na pyshin e sa të sjellin, çfarë përgatisim, çfarë të mundeni, po më tepër insistonin në ushqimet
që bën kuzhina shqiptare, në shtëpia tuaja, me duart tuaja. Edhe ishte diçka e bukur. Plus që neve patëm dhe muzikë. Ne aktivizuam këngëtarët, muzikantët që janë aty në komunitet. Po thuaj se gjatë gjithë ditës. Gjë më e bukur, për mendimin tim që unë do ta quaja qershim mbi tort, pjesëmarrja e të rinjve. Rafael, la shumë domethënë përshtypje të bukura, të mira, pozitive, të mëdha, një pjesëmarrje e madhe e të rinjve, të moshës së shkollës të mesme edhe kolegjet, universitetet. Sheshi, se lam komplet pjesën e parkimit, shesh vallëzimi, gërzinte, kishe qef shikonje duke kërcyer, duke lozur vallet popullore shqiptare, nga krajina të ndryshme. Se gjithmonë kur bëjmë një aktivitet, ne sjellim muzik apo këngëtar, jo vetëm nga një krajë, nga jugu, nga Shqipëria e Mesme, nga veriu. Gjithmonë sjellim elemente të përbashkët. Sepse në fund të ditës çfarë tham, jemi gjithë shqiptarë. S'ka rëndësi se çfarë krau politik, në shoqata s'bëhet politik. Vete në kisha në xhami, për ne je shqiptar. Ti flet shqip, edhe çdo gjë në shoqata bi dhe shqipes bëhet shqipërisht.